Dhomba Alaudinit në këtë muaj ka marrë ngjyrat e Ramazanit. Në disa emisione do sjellin para jush mbresa Ramazani, për jetën dhe njerëzit gjatë këtij muaji të bekuar. Ne nuk japim ligjërata e as nuk do ju tregojmë se çka e prish apo çka e ndreq Ramazanin. Por çka e bën Ramazanin më interesant? Pra, do ju kallëzojmë për njerëzit se si e madhrojnë këtë muaj dhe krejt jetën e tyre, me krejt aspektet sociale, kulturore e ndonjëherë dhe psikologjike. Na ndiqni për Ramazan, nuk do bëheni pishman. Secili që e di Ramazanin e di se njerëzit përveç se kanë iftare syfir, kanë edhe jetë ndërmjet. Do me thonë jetojnë edhe në atë kohë të ditës kur u vjen qerja dhe u rafshohen kodrat. Mas i hanë hurme e pinë kafe, zakonisht e falin edhe akshamin, e mandej jacin e teravin. Por në shumë qytete dhe fshatra, nehet edhe më vonë. Shtohet socializimi, shtohet edhe muhabeti. Ne për juve i bëm do hulumtime se çka folin e këndojnë njerëzit, ama edhe a ka qenë kështu sa herë, dhe si ka qenë ma herët. Na ndiqni. Dielli tani më kishte rënë. Në xhamin e Bajrakit është venduar bajraku i vogël i kuq. Topi prej kalas shënoi iftarin. Myezinët prej minareve i kënduan ezanat e akshamit. Gjanë që do jetë natë e bukur, e flladiqme, po a ka net më të mira se netët e Ramazanit. Në krejt hulumtimit që i bëm, me ndihmën e profesorëve dhe literaturës, hasëm shumë gjëra që kanë përmend Ramazanin, bile edhe në literatura dhe gjuhë të huaj, sikur kjo pjesa që u lexua nga Branislav Nushiqi, por ama ne gjetëm që Ramazani përmendet edhe në libra autobiografik, që e ka shkruar artisti ynë më i madhi i krejt kohrave, Bekim Fehmiu, e shkëlqyeshme dhe e tmerrshme. Dhe këtë pjesë neve nuk na mur mendja me lexu vetë. E dëshëm që ta lexoj dikush, ndonjë aktor, njësoj i madh. E ne këtu nuk kemi më të madh se sa zotëri Bajrosh Mjaku, artist i kombit dhe nderi ynë. Kolibja është vendi ynë më i dashur gjatë verës, posaçërisht gjatë mbrëmjeve të Ramazanit. Nga të gjitha anët e mbështjell me gjethe, nga kolibja mund shihet çdo anë, por ne nuk mund të na shoh askush. Mua, me të vërtetë, ky vend më është më i dashuri. Në kërkim të përgjigjeve se çka dëgjohen si zë dhe ilahie, para dhe pas iftarit, rruga na çoi në Tetov. Aty në studion e re na priti profesori, kompozitori Fatos Lumani, të cilit i parashtruan pyetje rreth këtyre gjërave. Profesor, a jemi vetëm ne dëgjuesit gabim që shpesh herë na pengojnë këto lloj zona kur i ndëgjojmë, qoftë ajo edhe ilahie, apo ma mirë them, a jam vetëm unë ai që ma vret veshin ky lloj stili, a është problemi te unë apo te prodhuest që prodhojnë diçka veç sa me thonë, kum prodhu një diçka. Po t'jekim të tërhekim një paralele. Është një sikur në qoftë se e ndëgjojnë të njëjtën melodi, gati të njëjtë, ose të njëjtat teknika kompozicionale, të njëjtat efekte, është njëjtë sikur me hangër ushimin e njëjtë për ditë. Për shembull me hangër grosh për ditë, ose me u vesh me të njëjtat tesha për ditë, ose me i bë shtëpia kret në një mënyrë uniforme. Kjo është e njëjta gjë edhe te kjo. Pra, këto individ duhet kërkojnë teknika kompozicionale për te atyre që këto ndjehen rehat me ato, për te asaj që i ua kanë mësuar publikut. Pra këto duhet të kërkojnë diçka tjetër. Në radh parte folklori jon, i cili është aq i lloj-llojshëm, domethënë ka pafund lloj-llojshmërish, po qoftë edhe te teknika tjera kompozicionale të kompozitorëve të huaj, të cilët ne mundemi domethënë të i sjellim në muzikën tonë vokale dhe të japim një lloj mjeshtrie pak më të madhe se sa ajo
ta zëm diletantizmi që observohet ditë për ditë. Pastaj kemi këngë popullore, bile edhe jugore. Për shembull, një ditë u mahnita nga muzika jugore e polifonis Labe, bile mund t'u alishoj, ku kemi një ilahi, domethënë ne jashtë atyre mekaneve të cilat ne i njohim. Domethënë pra kemi me pentatoni. Shumë mundohet njeriu për të shtuar male gjona. Shumë mundohet njeriu për të shtuar male gjona. Derën e shtëpisë na e hapi edhe profesoresha e muzikës Teuta Halimi Selmani, e njohur edhe nga projekti Këngët Tona, që janë këto meloditë që ne shpesh i përdorim në këto video tona. Edhe profesoreshës ja parashtruam disa pyetje. Krijuesit të cilët bëjnë këtë formë muzikore, se edhe ilahit janë një pjesë e muzikës, se kanë shumë elemente muzikore në vete, ata duhet ta përdorin muzikën shqiptare, sa i përket vijave melodike të ilahive, të përdorin edhe tekstet shqiptare që të jetë më e kuptueshme edhe për vetë popullin. Se normal që një lutje dhe një dedikim që bëhet nëpërmjet ilahive dhe kur bëhet në gjuhën e popullit, ajo do jetë shumë më e dashur dhe shumë më e afërt me popullin, do jetë më e konsumuar. Dhe unë mendoj se në këtë drejtim duhet që të vazhdohet, që këto krijime muzikore të bëhen duke u bazuar në muzikën shqipe. Në fund, na erdhi dhe përgjigja më e mirë. Në tingujt e pianos në këtë mbrëmje Ramazani. Doli se edhe një nga këngët më të njohura shqipe, në fakt, në origjinal ishte një ilahi, 30 ditë e Ramazanit. Silu, bote vjetër, këtë ka peku perëndia, zoti është mi, zbohet tjetër, e beson gjithë njerëzia. 30 ditë Ramazanit, pas kam hangër, pas kam pijer, kur vjen dita e Bajramit, bashkë me lalën shkojnë xhamie. Në kërkim të përgjigjeve për letërsinë e Ramazanit, rruga na çoi në Prishtinë, në Fakultetin e Filologjisë, ku e pyetëm edhe profesorin Abdullah Rexhepi, gjuhtar dhe orientalist, se çka ka pas në letërsinë tonë shqipe, ndërshekuj për Ramazanin dhe iftarin. Le ta dëgjojmë se çka na tha profesori. Profesor, në letërsinë shqiptare, a kemi hasur ndonjë shkrim apo ndonjë citat që folet për Ramazanin? Masi që jemi edhe këtë muaj të shenjtë Ramazanit, disa fjalë, nëse kishte mujt me na shpjegu, me na shtjellu diçka. Po, faleminderit shumë që nga Shkupi keni ardhur këtu në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës. Në letërsinë shqipe, si shumë tema tjera, kemi tema edhe për Ramazanin, duke u nisur nga fakti që poezia e parë shqipe e thurur në gjuhën shqipe është flet për iftarin, poezia e Muqizadës, të cilën mund ta lexojmë në vazhdim dhe të shohim se si e përshkruan ai Ramazanin dhe si i lutet Zotit gjatë Ramazanit. Im Zot, mos më lër pa kahve, për sa rrëfejnë mugjizat, për shenjtrit që janë vat, mos më le me bëj iftar that, im Zot, mos më lër pa kahve. Im Zot, mos më le dë kujdes, me bëj iftar me mjalt pa pekmes. O im Zot, pejtej e shpres, im Zot, mos më lër pa kahve. Në këtë muaj mubareq, fal na gjunat se jemi pleq. Për gjithë sa janë me leq, im Zot, mos më lër pa kahve.
për Ismin që je gafur, për Muhammed që është me shhur, mos më lër po me bulgur, im Zot mos më lër pa kafe. Lutju Zotit Muqizade, se heq bari shumë derde, se s'ka as pilaf as zerde, im Zot mos më lër pa kafe. Pra kjo është poezia e Muqizades. Ne këtu i tregojmë vetëm aktivitetet që më pak dihen, ndërsa mua ato praktikohen vetëm në Ramazan. E pasi Ramazani është muaj i Kuranit, mukabelja është prej këtyre. Në këtë muaj organizohet dhe leximi i Kuranit fisnik, i njohur si mukabele, ku lexuesi i specializuar për këndim të Kuranit lexon nga libri i Allahut, kurse besimtarët e dëgjojnë me vëmendje. E disa edhe e përcjellin këtë këndim. Ne për juve sjellim incizime prej njënës prej mukabeleve më tradicionale që mbahet shumë vite me radhë, nën udhëheqjen e imamit të xhamisë së Duçanxhikut në Shkup, Hafiz Abdul Kerim Efendi e Bibi. Një mukabele që ndjeket më shumë edhe që këndohet nga 10 hafiza në këtë xhami. E veçanta si vjet ishte edhe mysafiri special, Hafiz Mujdin Limani, nga Qellopeki i Tetovës, por një lexues me famë botërore, që jeton dhe vepron në Egjipt. Në fund të ditës dhe emisionit, na intereson se a ka pas edhe njerëz të rëndom gjenati, vjersha dhe këngë që i kanë kënduar në Ramazan. Ashtu në xhami në Shkup e gjetëm Haxhi Azbin, 80 vjeçar, që na tregoi disa nga këto. Le të dëgjojmë së bashku. Bismillahirrahmanirrahim. Rash në kraljaft të qova, vorrit tem selam i qova. Ja shefat, ja rahmet, shpirti jam shkof në xhenet. Emrin e sheriatit qaj që i thot e di, për pa i knu kitapet mendja s'ja kam rrin. O shok o vlazni, mos thoj si kur unë s'ka, se kret në tabut kena me ra, si zengin si fukara, dhe për puni dhe për mi, drita hit s'ka ka me hi, veç vepra jote ta ban drit, dbohet shotsle me u mërzit. Illa el Fatiha. E këtu e kemi edhe fundin e episodit të dytë. Kurse në episodin e tretë, do ketë përsëri disa surpriza. Na ndiqni për Ramazan, nuk do bëheni pishman.